Me qenë se shpesh akuzohem që unë e përmendi shumë origjinën time, Kërçovën, të babait tim respektivisht, po shfrytëzoj rastin me i përshëndet të gjithë Dugagjinasit për dy arsye. Para, sepse jam Bez Dugagjini, mese Rrugovës, e familje Smakaj, një familje shumë e njohur. Në Dugagjin dhe e dyta, më ka ra për hise dhe krenari me qenë edhe nuse Dugagjini, kështu që përshëndes të gjithë atë anë që ka dhenë personalitete në kulturë, në shkencë, në artë, po edhe në luftë. Është një zonë vërtet që e bën krenare gjithë Kosovën, edhe televizioni Dugagjinit më vjen mirë që ndër vite ka ruajtur, si me thënë, atë linjen e vetë dhe vazhdimisht na servon vlera dhe gjëra të cilat vlejnë për publikun. Faleminderit shumë, po keni kohë me shku me vizitu këtë pjesën e Dugagjinit? Po. Ase që e përmendë dhe të regua që ju pëlqen? E gjejmë kohën e çdo herë, me qenë se është shumë e rëndësishme lidhja e fëmijëve me familjarët, me familjarët e Shkodranit që janë jashtë shtetit, po edhe me dajet e mi, çdo fest, posaçërisht festat, Bajrami, festat të tjera, viti i ri, çdo herë na gjenë Dugagjin, po dhe në Kërçovë, me qenë se ne jetojmë në mes shumë qyteteve, ashtu është edhe puna dhe mënyra e punës sonë, por gjithmonë është kënaqësi me vizitu Dugagjinin, edhe me qenë në televizionin Dugagjinin. Shkodrani e përmendi edhe Besjana që është shumë e rëndësi të ruajmë ato lidhje tona familjare prej kudo që jemi. Je mundu një të tillë me transmetu edhe tek familja juaj, këtë ruajtjen e kontakteve, lidhjeve? Pa tjetër, unë isha pjesë e diasporës dhe kam bo qmas që të kthehem në atë dhej. Pra, mendoj që e kam rujt deri diku atë lidhje, edhe pse tash këtu në atë dhej jemi gjithandej me punë dhe nuk po del shumë kohë me shku ta themi në Dugagjin ose në shtëpi. I kërkoj ndjes gjithë asaj pjese të Dugagjinit ose pikrisht Deçanit, prej nga unë vi, që nuk jam prezent sa duhet atje dhe nuk po bëj atë sa duhet direkt për vendin ose qoftë për kopshtin me lule tek shtëpia ime. Shohim kush jemi tash, dhe më thonë nuk flas kush ishim pas një viti, po kush jemi tash dhe cili është qëllimi, tutje, se normal që kemi bo shumë për atë pjesë, po tash e tutje du të mendojmë se çka do të bojmë. Si do qoftë, Deçani ka hapur qendrën rinore,